Goni, tashmë jemi në një realitet të ri, ti ke mbaruar studimet e larta dhe bashkë me këto kanë ardhur dhe ndryshimet politike. Jemi në një ndryshime demokratike. Nga një realitet monist, ne u futëm në atë që quhet ndryshim pluralizmi politik, i cili u mirëprit dhe gjeti mbështetje të jashtëzakonshme të njerëzit, ashtu sikur se pati dhe kundërshtime që nuk e pëlqenin kryesisht të paktën rrethet e jugut ishin pak më të forta për të thyer, sepse Partia e Punës në fundit të thoshin 45 vjet. Po ti si i mbijetove të gjithës kësaj? Në konceptin e mbjetesës ekonomike, se kështu do ta shoqërojmë, por kjo lidhet me një ngjarje e cila bëri në thojza një lloj buje, dhe unë kam dëshirë ta ndaj sepse unë jam një natyrë që nuk para rezervoj gjëra për t'i mbajtur si për vete dhe për të thënë brenda, duke futur me gjithë atë skrupulozitetin e mjeshtrisë së aktrimit, që gjërat nuk mund të tregojnë originalitetin e vet, por për t'i bërë ato ashtu siç duhet për të qeshur natyrisht që i trajtojmë në formën e një grotesku, duke i zmadhuar. Unë e kam thënë herë tjetër që humori nuk sqarohet, nëse qeshet, por realisht në 16 janar të 1991, për herë të parë në Memalia, erdhën disa nga këta pardesybardhët. Ishin këta të PD-s të dërguarit. Interesi në Memalia ishte i madh, por ndërkohë ishte edhe i kundërt. Po atë ditë që do bëj në orën 4, pas dite anë 3, mos gabojmë, në Memalia do bëj ky aktivitet politik, në Tepelen, në orën 5, Gramoz Ruçi bëri një miting të madh. Dhe më thret mua. Dhe dola unë dhe nuk e harroj sot edhe kësaj dite, sepse kohët kanë kaluar dhe dikush thotë, po nëse ka një dokument, unë e kam patur, sepse reagimi ishte jashtëzakonisht negativ. E thash që se një ditë më parë kishte dalë Sabri Godo, kryetari i Partisë Republikane, i cili kishte thënë që ne mbështesim presidenti Ramiz Alia e tjera nga këto, dhe në një mënyrë unë këtë tekst përcolla, nuk thash në një tjetër. Kjo bëri buj. Agron Llaka ka dalë me Partinë e Punës në miting. Tepelen. Shtëpia ime u rrethua nga këta memaliotët djem të rinj, të cilit bërtisnin agron komunisti, agron tradhtari, që vuan me gur, xhamat. U trëmën fëmijët, ishte një situatë e jashtëzakonshme, dhe tani mund të tregohet gjithmonë çdo gjë që ka kaluar tregohet sipas mënyrës vet, po ishte tronditse një nga thonjza temi i pasionuar shumë pas PD-s ishte vllai im i vogël, Adi, i cili erdhi u zu me mua, çfarë të shtyu ty të shkosh atje tëri vëri nga këto, por kuptoj, unë e kam thënë dhe në pjesën para që unë kisha një njohje ndaj atij njeriu dhe në një farë mënyrë më duket sikur moralisht kisha ndonjë detyrimi. Unë në karakter mund të kem mangësi dhe probleme, por jo të natyrës që ti bëj keq dikujt. Por minjos kam qenë jam deri kur Zoti të më lërë sy dhe zë. Për këdo, i cili në jetën time ka vendosur një gur. Le të jetë ai çfarë të doj. Unë jam minjos edhe pikë. Dhe ky përjetim erdhi deri në shkollë. Unë isha në momentet që në provimin e sezonit, pra i sezonit parë, në vitin e 4, mjeshtri aktrimi, ishte shtëpia me 2 porta, komedia e Rushdi Pulas, dhe pedagogu im, Adim Shuke, nuk më foli me gojë pikërisht për këtë arsye. Ishte politike. Që në atë kohë në shkollë bëheshin në sallën e madhe të teatrit të shkollës, bëheshin disa aktivitete, Edi Rama, Blendi Gonxha, ishin si mos gabojmë parti tip ekstremiste. Është ai momenti kur Edi Rama thoshte të varim në çdo shtyllë nga një komunist. Domethënë ishte, po nuk më kujtohet mirë tamam se si quhej lëvizja, partia. Pra unë i ndiqja, i shikoja këto, kuptohet. Kur erdha në shkollë, gjën e parafare vajta tek RD-ja për të përgënjeshtruar që s'kam thënë, s'kam dalë me, se fillua nami që ka dalë me portretin e Enver Hoxhës. Unë jo për të treguar
i tillë, po unë ndoshta nga të paktët shqiptarë që nuk kam shkuar tek varri Enver Hoxhës. Nga të paktët shqiptarë. Domethënë jo për kështu, s'kam pas asnjë lloj intrige, të vetë si shqiptarë që shkojnë të organizuar, jo, nuk kam shkel. Jeta ime kështu erdhi në mënyrë të tillë që unë s'mund të kisha ndonjë simpati realisht për Enverin. E thënë në ato korridoret e ngushta unë e imitoja në përzë Enverin që në atë kohë. Nga këta pjesës politikës atëre, për shembull, imitoja Hekuran Nisajin. Imitoja Ramiz Alin. Domthonë flas gjithmonë si zara, por kur është si puna e Ortekut, kur fillon dhe lëshohet ai Orteku, nuk mban dot gjë. Ishte era kundër. Shkova tek RD-ja që të bëja përgjinjëstrimin dhe kryeredaktori ishte Blendi Fevziu. Dhe ja shpjegova këtë, më tha mua nuk s'të jep dot ndonjë gjë kjo, imagjino që në ato momente RD-ja dilte në orën 5 të mëngjesit, ishte mbaruar në orën 7 zgjerë RD. Ishte më shitur, kishte një popularitet të jashtëzakonshëm, të frikshëm. Dhe në një mënyrë ndonjëherë edhe pa ngrënë. Sepse ku do krijohet të ardhur? Unë isha në shkollë, deri në ato momente merrja 1500-2000 lekë për recital, për shfaqje. Tani në ato momente, por gjithsesi kjo ana e keqe, unë rria këtu në shkollë, lash mjekër, kështu që të mos bie sy, mos më njihnin njerëzit se reagonin shumë keq. Edhe një ditë me libra po zbrisja nga qyteti studentit drejtim të Akademisë së Arteve, kisha ato librat në sqetull dhe tek rreth rrotullimit i stadiumit Qemal Stafa ishte një 3-4 vajza. Tha Agron Llaka, njëri nga ata. Po i thash nga Agron Llaka. Ty dhe komunisti dreqit më shtyti mua, më ran librat, unë u zgjat me librat, futi dhe një kështu sipër në kokë ajo. Unë ju përgjigja te Pelençe, e kuptoni vetë ju. Edhe çon si ka, por nga ana tjetër si tri më fjalë se ishin 3 ato, mora librat dhe ika me vrap në shkollë. Më kanë qendruar shokët e kursit, më kanë qendruar shumë afër në atë kohë. Në mënyrë të veçantë Aleksandër Rapi, nga Berati, për ta kaluar, por kishte edhe fat. Nga 9 deri në 12 shkurt organizoi anketa muzikore në Çorovod, në Skrapar, merri telegrami mua. Pra në një farë mënyrë unë isha i pjesës atyre, partisë punës. Trenit në Lushnjë, nga Lushnjë autobusit për në Çorovod. Kur zbrita nga autobusi më priste sekretari i edukimit të partisë. Se nuk ishte shkrirë partia akoma, në 92 fitoi Partia Demokratike. Në këto momente, Bilesena zgjedhte në 91 fitoi Partia Punës. Më priti ai mirë se erdhi shoku Agron, plot njerëz aty që po vjen Agron Llaka. Çfaqja. Në momentin që do dilte ai konferencieri thoshte, edhe tani një aktor i humorit Agron Llaka, jo tha, sekretari do ta prezantoj vetë. Dhe tani të dashur vëllezër dhe motra, këtu mes nesh, humoristi me famë botërore, internacionalisti, marksist, leninisti, i shquar, shoku Agron Llaka, salla në këmbë. Por ti, Enver, jemi gati kur do të foqe. Qa lidhje kishte me mua? Kishte lidhje sepse unë isha i pjesës, që ka ngele, ka artist. Aq sukses sa nuk di ta përshkruaj, se ishin brenda të përzjera ndjenjat. Dhe në kulmin e kësaj, me fjalën unë flija tek turizmi i Çorovodës, mua më fton shefi vilave të Skraparit. Ja ka marruar. Emrin jetonte në fshatin, do të kaloj pasarelën, në Çorovod, kaloj pasarelën dhe fshatit para. Më ftoi, sot ta do vish tek mua, tha ka marr fund. E gjithë thanë që është. Aty kam provuar për herë të para Kim Perla nga babai i Roland Qafokut. Ishin ato Skrapari i famshëm me ato qytetin e nëndeshëm, byroje politike, në qoftë se do plaste një bombë bërthamore, etj nga këto. Vajta në shtëpinë e tij, ishte një faqe muri, ishte çifte e varur atje, një shotgun, automatikon këtë portreti i Enver Hoxhës, i madh atje. Ai i vdiste për Enverin. Edhe ishte i lumtur që unë pranova këtë dhe shtruar tavolina me mish me gjëra dhe ajo e shoqja ishte në momentin që kishte marrë, se kishte këtu na bëj dhe Cavez, na i rrife Cavez kështu me fjalë. Më tha mua, aman, më tha mua, ma bëjnë që këta, imitoj pak shokun Enver, Zarin, aman. Unë më shteta mirë unë. Dhe bëja momentin kur Enver Hoxha ishte në Gjirokastër. Dhe dashur vëllezër dhe motra.
Po do të thoni ju, që bërë? Po kemi patur punë. Në këto momente, ajo vezën Digani, apo Digani, po lëre më vezën më të dhjefsha, mu në vezë të dhjefsha. Lëre më, që ka dhe? Po për vezë që kolver këtu. Debile. I thashmë pravar se e bëj prapon. A, kam shumë i natë. Unë thashë, o zoti madhe vrau. Po 3 net atje, nga 1500 ishin 4500. Do më thënë, ra intensiteti i çfaqjeve ishte një realitet që unë do ta përcjell në mënyrën time dhe mbaj mend që më ka takuar një shkodran në sheshin Skënderbej. Edhe në kohën që po bisedoja me atë, më tha, unë justifikova që në qoftë se është dikush me një fotografi, dokument që unë kam pat portretin e Roxhës në duar, le të më varri në mes të Tiranës. Nuk isha si të betosha ndryshe, se si ishte e vërtet. Dhe më thot ai, Agron, tha, a ke dal miting? Thashun, po, kam dal. Po pra, po, tash e dim në se çka ke thanë, e çka ke majt. Është filozofia e popullit, dole atje, pastaj tekstin ta bëjnë të tjerat. Ishin në kohë të vështira, unë u ktheva me Maliaj në një realitet të ri, të papunt. Aty kam pasur një shok fëmijërie, ishte nga djemt ekselent të formimit. Në me mbaj mend që në 8 vjeçare dhe në gjimnas ishte as. Sokol Ayazi, që pata fatin e madh që në 93-shin, a 92-shin mos gabojmë, diçka e tillë me Sokoli zgjidhet kryetari i Partisë Demokratike në Tepelen. Dhe mua, si shok të ngushtë që më kishte, me emëroi drejtor në Shtëpinë e Kulturës dhe regjisor. Filluan ato, jo, po si kë zgjedh një komunist, unë s'di se ç'a ishte komunisti, si tesër, thas. Dhe si drejtori i Shtëpisë së Kulturës është një periudhë, të themi profesionale, jo në një rritje, pra të themi stagnacion, por filloja të aktivizohesha në këto aktivitete televizive, se një televizion ishte që organizonte Vera Grabocka, si për shembull rreth fatit për 12 javë, 12 vallëzime pa një të shtunë, 12 në Hollywood. Ishte i vetmi ekran dhe emri im glonte. Edhe këtu patjetër që jam minjos edhe shumë falenderuese Vera Grabocka, sepse në një farë mënyrë ai emri im deri në ato momente ishte një emër i shkruar me një laps. Por në çdo pjesëmarrje ai lapsi trashe, marrëdhënia, se është edhe kur e ndjen që njeriu të mbështetet të do, dhe unë e kam ndjerë. Jo vetëm te Vera, po dhe tek Timo, që unë i thosha profesor Timo, ku përgatisnim edhe lëndën bashkë se çfarë do të imitonim dhe çfarë do të realizoja dhe këtu kam nxjerrë për herë të parë imitimin e të ndjerit Pjetër Arbnori, që më vonë u bë një nga njerëzit e mi më të dashur. Në politikë, në njerëzit që kam dashur më shumë, patjetër ka figura elegante, shumë e urtë dhe shumë popullore e Pjetër Arbnorit. Dhe aty kam imituar, kemi qenë në Teatrin e Operës dhe Baletit, ishte një seancë plenare ku në Shqipëri kishin ardhur 12 krokodila, domethënë ai filozofia siç themi ne, dhe duke imituar zërin, për të përdorur zërin e Pjetër Arbnorit. Zotëri deputet, në portin e Durrësit kanë ardhur 12 krokodil. Do t'i ndajmë sipas grupeve parlamentare. Imagjinoni reagimin, suksesin, se si dhe kjo u shoqërua edhe me Miss Albania 1994, ku unë kam imituar në Pallatin e Kongreseve, dhe duhet kuptuar, në radhën e parë ishte vetë Pjetër Arbnori. Imagjinoni sikur Pjetër Arbnori të mos qeshte. Po ai qeshi. Qeshi kaq shumë, kaq i bukur, si një shkodran i vërtet. Që do të thoshja se është origjina e humorit. Unë e quaj vendin e humorit. Po për mua ishte një firmë e madhe. Një popularitet i jashtëzakonshëm, u rindez përsëri, si thua, emri. Po për fatin e keq timin, unë imitoj edhe Sali Berishën. Po përpara se të dal tek imitimi Sali Berishës, do më lejoni që të bëj një retrospektiv të shkurtër të
qenies time në shtëpinë e kulturës të Pelen si drejtori i shtëpisë kulturës dhe regjisor. Një nga bashkëpunëtorët më të ngushtë që kam patur aty ka qenë Fatmir Meçe, shefi i muzikës, shumë i talentuar. Nuk jeton. Kam patur një nga poetët dhe rapsodët më brillant të folklorit popullor, Malik Lila. Dhe mes atyre një nën kryetar seksioni ishte regjizori i kukullave dhe Masovik në fjalë. Dhe kam patur fatin të punoj me njerëz me të vërtetë të talentuar dhe të mençur. Sidomos Fatmir Meçe ishte jashtëzakonshëm, jo thjesht i talentuar si muzikant, po kishte një humor të jashtëzakonshëm. Në 1993 unë shkoj për herë të parë jashtë shtetit, dal në Maqedoni. Dhe kur u ktheva në Tepelen, si kalove, si mblidheshin mëngjes tek zyra e tij, mblidheshin tek zyra e Fatmirit. Dhe si kaluat, i thashun kështu, tash atje në Tetov, disnin për Enver Hoxhën, tash edhe më kërkuan bustin e Enverit. Në të gjitha pallatet e kulturës ka patur bust të Enver Hoxhës. Por këtu në Tepelen, bustin e Enver Hoxhës e kishin futur poshtë gropës së skenës. Gropa e skenës ku rrinte orkestra dhe bën aty futur Enveri me cerga me gjëra. Dhe po mirë tha, pse se të japim të ashesim? Po i thashun 20.000 marka e kërkonin. 20.000 marka? Jo, i thashun, sa më akuzojnë mua se kishte dalë dhe ligji 9 deri 12 vjet kush bënte propagandë komuniste. Jo, i thashun, ato kam edhe në burg për jare. Por ç'ke ti thaj Murati i PD-s? E shesim ne. Ç'ke ti mos u përzi, vetëm na thuaj si. E ndërtuam skenarin. Shefi komisariatit ishte një zotëri i burr, që ruaj respekt sot e kësaj dite, mësues, trajneri i volejbollit të Tepelenës, minatori të Tepelenës, Demir Zeka. Shiko, unë kam mendimin se tani mbrapa janë trashur pak këto emrat e demokratëve. Atëherë ka pasur demokrat të mëdhenj. Njerëz pa hakmarrje, ishin për një realitet të ri, por shumë, unë kam njohur shumë nga këta personazhe që ruaj me të vërtetë të respekt të jashtëzakonshëm. Unë e thash Pjetër Arnorin, por një emër special për mua ishte edhe për shembull Agro Musaraj, ish ministri i brendshëm. Mësues fizike, për mua personalitet. Edhe sot e kësaj dite, edhe pse kemi kohë që nuk takojmë me njëri tjetrin, jam shumë sigurt që po të takojmë do ta përqafojmë me shumë mall. Ishin nuk e di, po nëse flasim që kishte doktor profesora tamam në atë kohë. Dhe këtu te kjo bëjmë një lojë me Fatmirin, sikur bashkë me shefin e komisariatit Demirin, sepse Murati, që ishte regjizori i kukullave, kishte një makinë, një Gaz 51 në karroceri. Edhe bisedojmë, kështu që unë fola me atë në Tetov, do vinë ta menin ata me një makinë, dhe në Tepelen, në rrugën e vjetër, te Burgu Bënçës, ura e vjetër, quhej një vend quhet Ure Corodolit. Rruga e vjetër për Tepelen, pa kaluar te ura e re. Dhe i them që aty do dalim me makinë, dhe nga ora e lashit tash nga ora 5 pas dite, mos harrojmë që dimër, flasim një janar. Dhe deri në orën 5 të mëngjesit duhet të presim. Do ndajmë me turne. Me që unë jam nga Memalia, i do t'ike të kapi autobusin e fundit, se s'bëj fjalë për makinë atëre, më thonë ti do rish nga ora 5 deri në orën 8. Në orën 8 deri në orën 11 do rinte Fatmiri, dhe 11 e mbrapa do rinte Murati, se kishte 2 djem. Edhe ishte e ndërtua mirë. Ku më thonë mua që ti mos ri fare po ik, çketi mos s'do largohesh ase duhet të realizoj misioni. Një ditë më para u futën te gropa e skenës të rroqën e Enveri Zvar, ashtu me cerga, tek një sënduk i madh, do them, ishte i rrobave, garderobës së Pallatit të Kulturës, aty fut me Enverin. E hypëm tek ai Gazi 51. Dhe ndërkohë e njoftuam dhe mirin që po bëjmë të lojë se shkoi për fiq, me të vërtetë. Dhe pa pritur që të vinte darka, filloi një i themi që filan ka dalë në filan vend, po pret me busin e Enverit. Po kur deri atje i bëni 3 herë drita. Një furgon policie nga krahu i kundërt, nga Majkoshi, tjetri këthe nga mbar para dhe bën drita makinës. Erdhi thaj. Ndaloi kontroll policia, çka ke këtu rrot.
Jo, dhe marrin atje sa mbriti gjën e parë fare. Na e dha agroni, ta du ta shesin Tetov. Më shiti me të parën mua. Ishte një lojë simpatike, themi kështu, për të krijuar. E kam shijuar atë punën time në një vit e gjysmë që kam qenë në Shtëpinë e Kulturës. Në një nga ato tjera filluan disa kamera të fshehta në TVSH. Dhe në çdo pallat kulture, ku do kishte bobina që kishin efektet luftës. Se bëshin këto përkujtimoret. Ne kishim 27 qershorin, kishim Doniet Kalivaçit, batalioni Babaz, e tjera. Me fjalë dhe në këto aktivitete lëshoshin këto efekte, sikur qëllonin, pra për dëni idenë e luftës imagjinare, pasaj kohë hedhje bombash. Edhe vjen ky regjizor i Kullave i tha, kam menduar një gjetje interesante, tha. Sikur të dalim neve me armët trofej që kemi, në pozicionin të dritarja e zyrës drejtorin katin e 2, delagroni me automatik. Tek njëri nga balkonet e Pallatit të Kulturës do dalë shtitë. Thatë një, tu në aty në qendër do marrë mitraloz. Pra ne në Pallatin e Kulturës kishim mitraloz, kishim automatik, kishim pistoleta. Pra të gjitha këto të merë dhe vendosej bobina me efekte të luftës, altoparlantë dilin jashtë, bokset, dhe si pas goditjeve ti të bëje në mënyrë sikur gjuaj me automatik. Shumë e bukur, tha ky Fatmiri. Shumë e bukur, tha, mora, tha, fantastike kjo, tha. Problemi gjithë është, tha, do vi policia, nuk do ta kuptoj për kamerën, na fut në i plumb ballit. Ikim për lesh vërtet, lere këtë kamerën. Përveç të tjera, duke patur namin si për një lloj komunisti, kjo ishte veçantë. Një ditë në zyrë më vjen shefi shikut të Pelenës. Tha, agronë, tha, ti e djali janë, tha. Foj, tha, shumë djali joja. Në ato momente, kërkon me gjallë e vdekje për të arrestuar Justin Miloshin, kryetarin e Partisë Komuniste. Edhe thoshin që agroni është komunist dhe ka njoje. Unë se kisha takuar në njerë, kush ishte Justin Miloshi. Merdi aty, ishte nga Vlora, nuk e harroj, erdhi bashkë me zvendësin e vet. Ai ishte nga Memalia. Nuk po për çështje etike nuk po e përmend emrat. Po tregoj thjesht historinë. Më tha, dëgjoj, tha, unë dua t'ja bëj dhuratë Sali Berisha të klysh komunisti. Dua t'ja dhuroj me duart e mia. Dhe ti duhet të më ndihmosh, ti e djali ynë. Partia Demokratike ty të bëj drejtor të Shtëpisë Kulturës Agron, dhe ti duhet na ndihmosh. Qëndrova një copere, thash. Dëgjoj shefi, thash, problemi kryetar, jo shef. Jo, thash, problemi, thash, që ne kemi një ligësi brenda Partisë Komuniste se jemi në ilegalitet. Ne tradhtarët i pushkatojmë. Ja sikur e morën vesh ata që nxjerrin informacion. Harroje. Kush do ta nxjerri? I thash, të lutem, thash, se kjo është me jetë vdekje. Më marrën me ekzekutojnë mua komunistët, ja tradhtari këtu brenda. Nuk të lutem. Dhe agron ka marrë fund, tha, mos e diskuto. Thash, isniu karën të Pelen. Qa thua? Sot i thash, kemi mbledhjen e byros politike. Edhe kemi lënë te kabina elektrike te Varrezat. Po të lutem, i thash, më dhe, po ka marrë fund atë shkretja. Autobusit fundit unë në shtëpi gjumë. Të nesme në orën 8:30 të mëngjesit, unë në 8 isha në zyre, erdhi ai. Mirë ma bëre, tha. Po ta bëra, vete kruajt e qatë e më në shkreti. Po të shneu unë i thash komunist dhe shneu unë antari byrës politike. Tani, në momentin që ti e tregon, për shumë, dikush edhe mund të qesh me historinë, në i tjetër thotë, sa komunist do kesh jem, po. Janë të dyja. Me i atë unë i tregoj, sepse ishte një realitet të cilin e thash dhe pak më para që e kam shijuar. Udhimi im me gjithë dëshirën e mirë për të bërë pjesë e teatrit të Gjirokastrës, e estradës, dështoj sepse në takimin që bëra me drejtorin e teatrit të estradës në atë kohë, Viktor Çaro, një aktor shumë i mirë, do të thoshja numri 1 i teatrit të Gjirokastrës. Ai më tha, ti vjen nga Memalia, 52.000 lekë kisha rroga, mos gaboj. Dhe më tha, 4 shfaqje në vit dua, unë mos e afare. Faktikisht unë i bëra të 4 shfaqjet, po ndërkohë kishin vajtur letra anonime në bashki, ku kryetar ishte ndjes pas miku im Bashkim Fino. Pra unë gjeja kohën ku shkoja në shfaqje aktivitete, kam bërë një shfaqje me Ardi Gjebren, një shfaqje kam bërë me Aleksandr Gjokën, Redon Makashin edhe Dashnor Dikon, një shfaqje kam bërë me një grup roku Gjirokastrit,
Një tjetër më duke se kam ftuar Mirush Kabashin, pra unë realizoja shfaqje të tilla që të justifikoja temi. Kur ndodhen këto, natyrisht unë troqa sepse s'mund të dëmtoja Viktor Çaron dhe nuk u pagova për atë vit, jo më pasaj të flisja për kështu se s'ishte kohë as për kontrate, as për gjëra. Duke u nisur gjithmonë që Gjirokastra ishte dashuria ime e parë e skenës profesioniste, natyrisht që edhe sot e kësaj dite ruaj këtë respekti, dhe u aktivizova me këtë që thash pak më lart, dhe në 95-ën përfundimisht vendosa që t'ikja në Greqi për gjithmonë. Ishte një vendim in extremis, që do të thotë unë duhet të lija profesionin tim aq të bukur. Por sfida, jeta, rritja e fëmijëve nuk ka nevojë as për diplomën, as për emrin, as për famën. Fëmijët duhet të hanë, të vishen, të shkollohen. Ky është një detyrim që unë kam sakrifikuar. E thënë kështu në mënyrë banale, nuk ju gënjej. Një nga elementet e rrallë të vitit 92-shin për shembull, dhe gjysmën e 93-shit, lozja futboll me lek në Maliaj ishte 250 lek. Domethënë loja. Humbisja fitoja, po krijoja një të ardhur diku tek 5.000-6.000 lek në muaj. Është interesante ta dëgjosh, po janë kujtime të cilat unë s'kam dëshirë që të dalin jashtë vëmendjes. Dhe për të marrë vizën për në Greqi na ndihmoi Indieri Sokrat Kalivopulli, ish kryetari i Këshillit rrethit Gjirokastër. Dhe ikëm për në Greqi me Konstantinën dhe fëmijët, dhe kemi qenë në një lagje peristeri tek vllai i Konstantinës. Unë nuk do ta tregoj thjesht si ngjarje, por për fatin e keq, diku në fund të muajit korrik, unë pësova një tip paralize, një lloj shkëputje të boshtit të shtyllës kurizore, hernie diskale, po nuk e dija çfarë ishte. 10 ditë druri u tha, guri u qa, unë nuk vdiqa. Dhe i thash Konstantinës, më kthe të vdes në shtëpi. Nuk mundem. Ka qenë një udhtim torturues, ditë them që se tani jam mirë me pesh, në 10 ditë kam rënë 10 kile. U treta. Edhe thash diçka do jetë. Por që njeriu nuk e përqafon vdekjen kollaj, por unë u dorëzova. U dorëzova sinqerisht, nuk mundesha, nuk e di çdo të thotë non stop 24 dhimbjet e mia. Më bënte gjilpërat, më bënte Konstantina, dhe pastaj fëmijët edhe djalit dhe vajza e ngrihen mes të natës. Të ku të më kapnin, se dhimbjet ishin të jashtëzakonshme, vetëm pjesa sipër nuk më dinte, por që shtylla kurizore dhe por domosdoshmë një torturë e madhe. Udhëtimi me autobus ishte Cfilitës. Qaja si fëmijë. Diku në mes të rrugës ku ndalonte autobusi për pushuar, se udhëtimi ishte natën që në mëngjes të ishim në Kakavi, ndaloja për të ngritur këmbët që të hiqja gjakun nga këmbët të zbriste poshtë, që të kisha një lloj qetësie, ishte jashtëzakonshme. Kur kaluam kufirin, këtu nuk dua t'ju gënjej. Është një gjë që më ka ndodhur, kush dole ta besoj dhe kush doj mos ta besoj, nuk ka rëndësi. Dhimbjet e mia u përgjysmuan si me thik. Absolutisht u ktheva në shtëpi, fitova një paqe. Dhe në këto momente më thot Konstantina që agron më mirë që ndodhi. Kuptoj që ishte hernia diskale, po s'njifej fare çfarë ishte hernia. Do rregullohemi këtu, sido që të jetë. Në tetor, ishte një periudhë jashtëzakonisht e keqe për jetimin shëndetësor, se me njëherë pas hernies diskale mua më kapi ajo menjër, vertiginoz. Pra, marrë mend që të rrotullohen gjithë objektet e shtëpisë, në çdo të premte shtrohesha në spital, të marrë të dilja, shtrohesha prapë të premte 4 herë. Më ngopën doktorët me gjilpëra, por realisht askush nuk e dinte. Dhe s'po merrej vesh. Dhe siç i përdorin këto, i thoshte ema Konstantinës, mbi fëmijët o bi s'e ç'a bën. Kush e di, kështu ka shkruar Zoti. Ma besoj që brekët e mia e kanë atjeret dhe trupit kush e di ku kanë shkuar për të hyshtur. Sepse duhet të shpëtonte, po nuk po este. Dhe një ditë më thot njëri, pse nuk shkoni tek një doktor në përmet, ka mbaruar në Itali ai, doktore Temi,
mos u gabofsha për mbiemrin Kalleshi, mos u gabofsha. Nëse gabohem, do të më fali doktore Temi. Shkova aty më pyeti për si qysh tek, thash kshu i thash. Më ka ndodhur kjo e menjëri dhe tha mua, ke bërë vizitë tek Orolea? Jo, thash, ku din ç'ishte Orolea? Mjeku i veshëve i fytit. Dhe kam shkuar në Gjirokastër. Gjirokastër ishte një miku im, mjek, Ylli Kërçani. Më vizitoi, bër ato dhe unë ba prash me njëherë dhe më dha mikroser për 21 ditë. Kjo ka qenë terapia e parë. Në fund të kësaj terapie, të themi në fund të tetorit, tek shtëpia kur janë me Maliaj, dëgjoj një zë, o agron, dal në balkon. Ishte një djalë, aty më thot mua, midis Krasit dhe Qesaratit kanë bërë defekt Filip Çakuli, Koço Devole dhe Mirush Kabashi. Ishte në një makinë të Mirush Kabashit, një Audi. Dhe nëse na ndihmon me një mekanik. Kisha një djalë aty, një dasho, e mora atë me makinë, shkova atje, i takova, me fjalë njoja ime me Filipin ishte përcipt, të themi. Mirushin e njifja më mirë. Koçon që për asaj koncertit bashkë me ju nuk kisha ndonjë. Pra, si temën ty, Zoti kishte shkruar diçka ndryshe. Makina u rregullua dhe në kohën që po rinim bashkë, po pinim kafe, më thot Filip Çakuli, ç'a bën këtu? Sepse Filip Çakuli, përveç të tjerave, ka qenë pjesë e një iniciative për të më marrë mua në estradën e Lushnjës në 1996 dhe ka ardhur me Leka Bungon. Ka pas një motor Filipi. Dhe çfarë bën këtu në Mali? I thash, ja, thash kështu më ka ndodhur, i thash, po kam ngelur, tani jam kështu, i thash. Në ajër, pa punë, thjesht do aktivizimet me Vera Grabockën. Unë tham aty duhet vish në Tiranë. Ç'a do bësh këtu ti? Thash, po si do vish tek mua, te Osteni. Bashkë aty do rregullohemi, pa merak. Duhet të vish në Tiranë. Kjo ishte fjali magjike. Rregulluam një shtëpi me qira në Allias. Por në atë udhëtimin e Odiseut drejt Itakës, që i takon kapitullit, cilin nuk këtë histori do ta tregoj kur t'jemi në momentin e kapitullit për Konstantinën, por që në 96-ën më merr Petri Bozo në telebingon kombëtare. Bashkë me Koço Devolen, do bën një dyshe televizive, pra ky është fillimi i një rrugtimi të ri, timin artistik, një rindezje, një ringjallje, nuk e di, rilindje, mos ta them sepse do thotë Edi Rama vodhje të partisë. Dhe trupi Leku Tepeleku dhe Dyfeku quhej njësia jonë humoristike, e cila kryesisht shkruhej nga Koço Devole dhe këtu humori në natën e ndrimit të viteve ka qenë një buqet e bukur humori ku unë me Aurela Gaçen kemi imituar këngëtare, ka qenë shumë interesante, kemi luajtur një galeri të mirë personazhe, numra shumë të bukur të shkruar nga Koço dhe Filipi. Diku për parë një skeç luaj rolin e një partizani me ballistin siç kryqëzoheshin fatet. Ai që ishte partizan bëhej me PD-n, ai që ishte ballist bëhej me komunist, si thua. Dhe ka qenë një humor interesant nga më popullorët e ndjekur atëre. Pastaj ndodhi 97-a, e cila bëri një lloj ndërprerje dhe përsëri unë vazhdova në telebingon kombëtare, por këtë herë me Palikuken. Me Palikuken, në marrëdhënien e parë kam qenë me Koço Devolen, që të vazhdonin ciklin Trupi Leku, Tepeleku dhe Dyfeku, ku kam imituar për herë të parë presidentin e Republikës atëherë, Recep Mejdanin. Dashnë shokë dhe shokje, zotë në këtë ditë të shënuar, kishte atë popularitetin e vet, kuptohet. Dhe në atë të vitit të ri tentoi Koço të imitonte Recep Mejdanin, kurse unë imitoja Sali Berishën. Imitimi i Sali Berishës ishte i veçantë. Kuptoj që në 97-ën, për shembull, revista Klan, ishte Arjan Konomi kryeredaktor, mos gabohem, nxjerrin kopertinë luftë civile, nxjerrin kopertinë ku aty isha unë Berishën kështu thot, agron vaka, 2 pika, tani Berisha jam unë.
Një ditë për ditësh tek një vend këtu tek quaj lokali quaj Nikolino, më thonë mua zbrit se po të kërkojnë jashtë. Dale aty ja shikoj ishte një furgon i bardh, një Ducati 0060Z. Më thonë mua është e presidencës. Atëherë ishin dy lloj republikash. Ishte Republika e Sali Berishës aty te presidenca dhe Republika tjetër, të themi qeveria e Patimit Kombëtar, po mua pak a shumë më ngjante me një nga librat më të bukur të Ismail Kadares, Viti i mbrapsht. Nuk merrte vesh i pari të dytin. Bandat, maskat, sepse piramidat e parave përmbysën çdo gjë, ishte një realitet apokaliptik, do thoshja. Dhe pagu ishin një 6 veta këta. Nuk do t'i përmend emrat, me entusiazëm. O gjigando i madh, çfarë të them fantastik. Dgjoj. Në orën 12 do jesh këtu që të vim të marrim ne të ikim për një drek tek një lokal molla, këtu te Kino Studio. Po mirë, thashun dakord. Dhe u ktheva unë. Ata u larguan dhe unë do prisa orën 12 që tike me ata të haja drek. Pas një çerë kore, më thonë mua, zbrit poshtë po të kërkon njëri. Mes atyre që kishin ardhur ishte një që e njihja shumë mirë, kam patur shkollën në Skënderbej, Isamedin Axhia. Edhe më thonë mua Dioti o Flori, se mos bësh gabim edhe vjen në orën 12, se do hash drek, po do hash drek të mirë. Unë jam trim nga natyra, familjen faktikisht e kisha nisur në Greqi. Në vend t'ja hypja unë makinë, se mora makinën në Kurris. I fus një kërbaç ka qenë aventurë e jashtëzakonshme. I thash Filipit unë ika, i thash se nuk është e mirë situata. Kam kaluar kufirin, më kanë ndaluar 2 herë maskat, e fundit fare më mori parat. Kisha 46.000 dirhami dhe $20. I kuptova që ishin gjirokastrit se mbaj, që shtaj mo? Agrodhaka mo? I thot ai tjetri me masë. Për më fytyrë si njifja, pasaportë, kisha një pasaport shërbimi e kisha futur te filtri makinës. Që të paktën mos më menin. Portofolin, ja dha portofolin, 26.000 dirhami e $20 mo. Mos e diskutua fare edhe dollarin tha. Dirhamin 26. E po thashun janë demokrat. Sepse që ku bën të ndarjen 46, thashun faleminderit, thashun po do ta bëjmë tash 30 tuni tash e 6. Jo tha 26 ti. Se ku do shkoja unë me 6.000 dirhami ata gjë. Çon si ka dola në kakavi. U thash atyre njerëzve kam nevojë për para për të kaluar se nuk paguaja dot 15.000 dirhami, ishte kuponi jeshil, kartoni jeshil. Më ndihmuan, ma paguan atë shoferte mauneve, më paguan kartonin jeshil dhe kam udhëtuar nga kakavia se me $20 nuk diskutoj, po ato 6.000 dirhami që ishin i hodha naf makinës, kam udhëtuar nga kakavia në orën 5 mëngjesit kam britur në Athinë. Pranë familjes dhe jam kthyer në vjeshtën e 97-s, jam kthyer në Tiranë që vazhduam përsëri me Telebingon, deri në janar të 98-s ku Koço Devole u largua për në Greqi për një jetë më të mirë etj. Ka qenë një të themi një histori e përzierë, sepse fatet personale tona ishin të ndërlidhura me fatet tona politike dhe fizike, si popull, si shtet, kështu që skenar, prandaj thuhet që jeta nuk është një skenar i shkruar, se asnjëherë nuk i dihet për asgjë. Dhe këtu unë mendoj që ta ndalim këtë rrëfimin ton, unë e ndërpreva pak më parë duke thënë që erdha drejt Tiranës me Filipin dhe duke lidhur me këto ngjarjet e tjera. Mendoj që pyetjet e tua do jenë të tilla në një mënyrë që unë mos harroj dhe të tregoj në një gjë që kam treguar përsëri, kështu që mundohu të jesh sa më koncize dhe ti. Faleminderit. Shifemi në emisionin e 7.